Një hap i rëndësishëm drejt inovacionit dhe inteligjencës artificiale është hedhur në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër, ku një grup nxënësish kanë përfunduar me sukses projektimin dhe programimin e një makine robotike të avancuar. Pasi realizuan montimin mekanik, të rinjtë asistuan dhe programuan të gjithë sistemin përmes gjuhës kompjuterike Python, duke i dhënë mjetit autonomi të plot lëvizje dhe aftësi për të reaguar ndaj mjedisit rrethues. Ky është një projekt që ne kemi realizuar me ndihmën e klasës së 11-tik. Është një projekt që quhet makina inteligjente robotike që mund ta drejtosh me telefon. Është e pajisur me të tëra sensorët e mundur, me sensor ultrasonik, me sensor që dhe drejtohet edhe me pult. Është e fuqizuar nga mikrokontrolleri ESP32. Edhe ecën nga të tëra në ecën drejt, mbrapa dhe matas dhe djathtas. Këtë makinë mund ta përdorim dhe në botën e natyrshme që ne mund të kemi frikë ta eksplorojmë me këmbë, ne mund të dërgojmë këtë makinë inteligjente. Dhe si ashtu mund ta përdorim për arsye shëndetësore, nëse një person me karrocë nuk mund të lëvizi me anë të ndihmës të krahut, e lëvizi me mjete. Projekti udhëhoq nga mësuesit e Departamentit të IT-s, Shoqëri e Rindi dhe Enea Xhemali, të cilët ndoqën hap pas hapi ecurinë teknike të nxënësve. Ne si drejtim TIK, si departament, si pedagog dhe në bashkëpunim edhe me nxënësit, jemi duke zhvilluar disa projekte. Një ndër projektet ishte edhe makina inteligjente, gjë që ishte ide e Klaudios dhe të nxënësve që bashkëpunuan. Ideja e këtij projekti që ne jemi në proces zhvillimi ishte që ne të krijojmë një makinë e cila i vjen në ndihmë komunitetit, njerëzve për të bërë eksplorime të ndryshme të natyrës, gjë që është shumë e vështirë për të vajtur njeriu, por në të njëjtën kohë dhe mundet motorët edhe programimin që mund të bëjmë, mund ta vendosim për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Për shembull, nëse ke një invalid, ai nuk lëviz dot dhe nuk ka fuqi, nëse ne i vendosim motorët dhe bateritë, ti mund ta lëvizësh nëpërmjet telefonit dhe aplikacionit që çunat janë duke punuar. Jemi në këtë fazë, makina është e pajisur me shumë sensor dhe ne jemi duke e testuar, është e pajisur me kamera dhe me sensor të lëndëve të rrezikshme, që mund ta përdorim dhe në industri. Kjo është qëllimi i projektit, jemi në fazën e zhvillimit, siç po e shikoni. Tani jemi duke programuar vetëm lëvizjet, sepse kjo makinë do bëj disa lloj lëvizjesh, para mbrapa dhe ndryshe edhe majtas djathtas. Gjë që është risi. Ky mini projekt nuk do të mbetet thjesht në kuadrin e një makete laboratorike, ai do të shërbejë si piknisje dhe bazë konceptuale për një qëllim akoma më madhor, projektimin dhe ndërtimin në të ardhmen të një makine të përmasave reale të programuar posaçërisht për të operuar në terrene të vështira dhe të syera.